Mamma mia! Bravo! Wow! Përshëndetje. Por qa përshëndetje na bëre me zemër? Përshëndetje. Na regoj frymarrje, ne, jo ti. Oh. Mirë fryme unë. Atëre po e filloj unë. Na autoj. Me të vërtet në autove dhe mund të japim çmimin si shkaktuesja e heart attackut apo të infarktit e këtij edicioni. Faleminderit. Ja deri tek ataku ti se na bije. Mua më erdhi heart attack. Bajt një jatë delat me vete në kësaj Po, kam Trin. Kam të kedhe ashtu. Kam edhe. Pensionistët mbajnë gjithmonë ilaçe me vete. Po në manjë se në këto raste sonte na solle një performancë që të thuash profesionale, të thuash e bukur, të thuash që shkakton infarkt, të gjitha këto janë shumë pak. Ti edhe me fazën e audicioneve dhe sonte na tregove dhe na vërtetove që je një super akrobate, je super elastike, por ke edhe elementet e tjerë që i duhen një performance që janë bukuria, sharmi, buzëqeshja, mënyra se ti prezantohesh dhe qëndron në skenë. Bravo. Shumë faleminderit. Je vërtet impresionuese dhe suksese për të ardhmen tënde. Faleminderit. Një performancë me 5 yje. Para se të filloje, po diskutonim sa e bukur je fizikisht. Me kë? Me mua. Në rregull pra se këtu po diskutonim në shumës. Jemi shumës, jemi 2. Po në rregull po jam dhe unë këtu në krah, duke sikur të unë me Elcën po diskutonim se Okej. Faleminderit. Dhe unë gjatë gjithë kohës, kur ti po performoje, po mendoja, sa shumë i dua vajzat që zgjedhin një pasion, një art, një profesion, në rastin tënd është akrobacia, duke qenë të vetëdijshme se janë shumë të bukura dhe nuk qajnë në jetë përpara vetëm me pamjen fizike, por me artin e tyre, me përkushtimin e tyre, me punën e tyre të palodhur, duke na dhënë të gjithëve rraje të forta zemre këtu. Të lumt. Shumë faleminderit. Dhe sa vjeç je? 14. 114 yje. Faleminderit. Që t'ja kaloj ati me 5 yje. Bravo. Faleminderit. Bravo. Miqtë Urbenës Gataren, kemi ndjekur dhe grupin e dytë me 5 performues në këtë gjysmë finale. Tani më fjala i mbetet juris dhe vështirësia mbetet juris për të diskutuar me njëri tjetrin edhe për të vendosur kush e meriton të vijojë garën dhe vetëm pas pak minutash të mësojmë cilët janë emrat e 2 finalistëve apo finalistëve nga kjo gjysmë finale. Ju tashmë e dini traditën sepse jeni familjar me patentën dhe formulën, juria mblidhet backstage dhe në këtë herë të dytë të mbledhjes, unë për shkak të merakut të madh që kam për gjysh gonin, i shoqëroj bashk, na ndiqni dhe ju në këto biseda. Hajde. Sepse është moment që duhet pak përqendrim, vetëm pas pak. Oj, Allah, ja. Amore, sa e doshme kjo rruga, sa e gjatë kjo rruga. Me impostove, më bëre gjysh. Jo, unë gjysh jam. Po çuniri. Performancë. Mirë, pak më serios. Duke urinuar. Përqendroni, sepse pa konkurrencë, besoj unë. Absolut. Pa konkurrencë. Mendoj që absolut. E pa pame. Pa. Absolutisht e pa parë. Do të thoja që mirë, po kemi pasur më mirë. Po, me pasur më mirë. Po. Nuk na u rrit zonjusha. Ishte flat. Shumë mirë do të thoja, shkëlqyer. Shumë mirë. Absolut. Shumë mirë. Shkëlqyer, shumë mirë.
Por Tani zgjedhim në një. unë besoj se siç vepruam përpara me Eliminojmë një herë. eksplodimin, Po. unë besoj se kjo dyshe nuk është Eliminohet, mirë. po. Dhe nga këtu, duke qenë se besoj se këtu jemi të gjithë të dakordsuar. Po. Dom. Dakor, A jam më duket 100%. mua apo me kalimin e javëve sikur jeni më të qartë në atë çfarë kërkoni? Absolutisht. Ashtu është. Po janë më të qartë konkurrentët. Kemi është konkurrentët e vështirë, mirë. realisht cilësia dhe niveli, domethënë ka për shembull ja këtu kur vendosën zgjodhen një treshet temi, ato janë aty çdo kush e meriton. Unë besoj se kemi pak nga ky element. Në përgjithësi, si prurje, kemi eliminuar gati të gjithë. po. Dhe unë besoj se na duhet ky lloj zhanri që Edhe ta kështu kemi shumë, por kjo të bën diferencën. Kjo bën diferencën, jam shumë dakord. Është shumë e vështirë, unë ja u lë juve në dorë, ose njëra ose hajde, tjetra. Pa ta në Delinan. Na e la neve në dorë. në dorë. Janë të dyja për mua shumë të mira. Jam kurioz dhe unë tani. Tani unë do shkoja me atë elementin e progresit. Kush ka pas progres ma shumë? Unë e mendoj që kjo ka pas. Edhe unë. Unë e mendoj që kjo ka shkëlqy në krahasim me kjo. Okej. Tjetra performancë kishte variacione të pjesës së parë. Të themi të drejtën, për mua janë në Po dy thuaj- disiplina të ndryshme, po në një nivel për sa i takon vlerësimit. Po thuaj njësoj. Por Po, jam se shumë flasim dakord. për tendencën Po, vendosën. prandaj Unë do sugjeroja këtu. prandaj Ti nuk po je për them sugjeruar, ti je për të vendosur vendosur, tuar në Jo, dorë. unë jam për të sugjeruar sepse ju shikoj në më dyshje Po. dhe nuk... Atëherë vendos. Prandaj po them se ka pas shumë progres Jepi, jo. prej herës Shumë, kaluar. shumë. Dora, Opa, Unë e po, Edhe për mua Ja që ju mori. edhe për mua. mere. vendos dakord, Eca. po. Super. Kemi dy. Shumë mirë. Mirë pra, dy gocat, ju vendosni dy vendosëm gocat, tek ju ta. jepni Po, lajme, okej. Jepni ju atë. Okej. ju do gëzoni Shkoj. dy, do hidhroni disa, por Do hidhrojnë Hajde me tjerët. dyshin. Ha. Ikim, po ndjekim një kolazh për të rifreskuar memorien pak, që njerëzit ta kuptojnë pak se cilët janë performancat që kemi vendosur. apo? Ta themun, ndiqini. Ndiqini.